Ilir, kohës fundit po ndodhin shumë vrasje. Vllau e vret vllaun. Shoku e vret shokun. E dashura e vret dashurin. Qytetari e plagos policin. Pse shka pishtyn për marrë drejt e kjo vrasje? Pyetje me vend. Shumë me vend, sidomos në kohën e fundit që ka po ndodhin në Kosovë, është pyetje me vend që tregon që tek ne shëndeti mendor nuk i jepet rëndësi. Kryesisht to janë çrregullime të mëhershme. Mundet me qenë të fëminore, mundet me qenë të ndryshme. Mandej papunësia, kriza ekonomike. Gjitha këto e krijojnë një farë çrregullimi mendor, të cilat tek klient mbushet dhe dikur shpërthen, eksplodon kësi forme. Domethënë nuk ka më durim, durimi është humb. Dhe këto probleme i takojnë edhe të kaluarës. Domethënë varësisht si i kemi pas kushtet familjare apo në cilën frymë jemi rritë në familje. Këto shkojnë gradualisht. Problemet, zakonisht problemet dallojnë prej individit apo prej klientit te klienti. Dikush ka ndarje prej grus ose prej fëmijëve, nuk mundet me pranu ndarjen. Me përballu, me pranu dhe bjen depresion. Pas depresionit vjen deri te një shkallë që quhet edhe më e keqet deri te vrasja. Domethënë, nëse nuk trajtohet ai klient ose ai problem, ai shkon të rrit shumë më shumë. Tek ne ende është ta quajmë marrë me fjalë popullit, me shku te një psikolog. Populli jonë mendon ende që është marrë. Sa të s'jum bone, s'jam unë për take. Nuk jam i smutun, ai nuk është smundje. Çrregullim quhet. Shëndeti mendor domethënë tek klient quhet çrregullim. Çaj çrregullim mundet me u shërua, apo mundet me te kalu mendimin e psikiatrit, pezojmë nëse është shkallën e rëndë të depresionit, me terapi, mirë po edhe me psikologun. Psikologi jep trajtime të ndryshme, edhe mban seanca të ndryshme, varësisht prej problemit që e kanë. Kështu që këto varirojnë prej individit tek individi. Vllau vllaun. Është çështje shoku shokun. Mandej vrasje të ndryshme. Mandej vrasje edhe vetvrasje. Këto shkojnë kryesisht prej depresionit i cili ka kaluar në fazën më të rëndë, dikur ka qenë i lehtë. Mirë po, ato probleme... Po shku të eranu tani. Po, ato probleme palohen sikur se fletë e librit. Një problem palohet, edhe bohen sikur se 500 faqe. Domethënë në ndërdije i kanë ato probleme. Nëse nuk i trajton ato diku shpërthejnë. Edhe shkon deri te depresioni rënd, apo çrregullimeve të ndryshme. Depresioni asherohet, qysh menaxhohet? Depresioni, varësisht çfarë shkallë të depresionit ka. Menaxhohet, shërohet, zakonisht preferohet esja në natyrë, mandej me u marrë me ndonjë sport, me fitness apo diçka tillë, shoppingu, por këto janë vetëm një pjesë e depresionit. Po ndihmën e psikologut dhe trajtimeve graduale që te klient që nuk mundet më të i kalu. Mundet edhe ashtu, mirë po më shpejt është nëse shkon te psikologi, sepse për këtë lami e kemi kryer edhe fakultetet e jemi të licencuar për këtë formë. Ankthi shka është? Ankthi është një frikë, një ndjenjë e humbjes vetbesimit. Ajo ndjenjë krijohet thash edhe me vite. E humb vetbesimin, klienti fillon më mbyll veti, fillojnë mendimet negative. Nuk qelesh me kërkon hiç. Fillon mos me shku në punë, mbyllesh në vonë. Bëhet bajat gjithçka. Fillon me terapi, edhe i bëhet çdo gjë që shpeshon bajat. Kështu që ajo shkon gradualisht thellohet. Nëse ankthi nuk trajtohet me kohë, atëherë shkon deri te depresioni. Dhe gjërat më të këqija. Kështu që nuk është diçka që nëse dikush ka ankth, nuk është marrë me shku te dikush, te psikolog apo psikiatër, me u konsultu për ndonjë trajtim të lehtë, varësisht prej shkallës së ankthit apo depresionit që e ka. Domethënë nuk është marrë. Stresi a largohet? Edhe stresi largohet. A mundesh më largu më stresin? Po si jo. Stresit se jo gruan, se gruaja më është stresi. Po tash këtu është esenca. Ti dush morte unë. Dy stresa. Edhe me të pyet kush po shkakton më shumë stres? Gruaja apo fëmijët apo dikush
shefin punë, e tjere. Gjitha këtu mblidhen dhe kryot stresin. E kanë stresin mi kry që të si qaka, tap. Nashta stresin mujnë me hek edhe të ngunojzin. Edhe ajo, po pra, edhe ajo është një farë knatësie, hek, dikush edhe ashtu e largan, dikush kthehet edhe në alkohol, ajo është e keqe, sepse alkoholi krijon varësi. Varësisht prej dikush në substanca narkotike. Tjera, po ma trona. Po, ajo është shumë ma keq. A vinë edhe këta se pinë alkoholin? Po, vinë edhe klientë cilët përdorin substanca narkotike, po. Dhe më thonë, vinë shumë, ju kemi ndihmu shumë, nga gjitha trojë dhe shqiptarisë. Po. Nga Maqedonia, nga Shqipëria. Besoni se jo, kemi shumë raste cilat me 2-3 seanca janë largu nga varësia e drograve. Mandej lojrat bigjozit, lojrat e fatit, edhe ajo krijon varësi. Kumor, aparate, ku i lojnë gjithë për shembull pasunin, brenda natës, dhe binë një farë depresioni, po prap vazhdojnë të lujnë. Edhe ato i kemi largu, domethënë varësia nga bigjozi. Krijohet një varësi, ne me seanca, me në terapi, bioterapi dhe psikoterapi, ne i kemi largu ato. Kështu që momentin që është aparatin, që e sheh aparatin, apo letrat, apo diçka tillë, automatikisht ndihet keq dhe e kthen. Kthen kryt tjetër në. Po. Largohet nga shoqëria keqe, po. As halma kumlla, as dardha, as molla, ju gërditën pi aparatit. Krejt bash. Në për diasporë, që shpë kaloni se edhe ne keni nisë në për diasporë? Po, mirë, shkojmë në diasporë, kemi shumë raste që na ftojnë atje, zakonisht ne kalojmë shumë mirë. Mirë, po na që ka përjetojmë, sepse dhe atje ka shumë angst, ka shumë stres në punë, ka shumë darje, për shembull, mes çifte edhe ato krijojnë një farë depresioni i cili. Edhe ata lypim një moment diqysh me qetëso veten, edhe ata se dohen. Po. Ajo shkon në lloj depresioni i lehtë, mandej shkon gradualisht depresioni i rritë. Po, mandej janë avokat që paguhen, janë kushtet financiare që nuk i ka punë siç i ka pas, dhe bjen një farë i hub pesimizmi, i hub motivimi, i hub inspirimi. I hub vullneti për gjithçka bre. Po, gjitha këto, kështu që kemi shumë raste, shkojmë atje edhe me javë, për shembull në seanca, caktojmë terminit, sepse ne gjithë nuk mujmë i marë, varësisht, edhe kthehemi prapë në Kosovë, kemi raste në Shqipëri, shkojmë, kemi domethënë Tiranë. Në diasporë zakonisht ka kryesisht ka shumë raste. Në këtë moment, sot bile është zotëria Dem Kolgeci ka shkuar atje. Po, se dhaj, na ka mungu sonte, ata na pas musafir. Ne përshëndesim shumë. Edhe na përshëndesim shumë. Ajo është edhe para psikologa? Para psikolog, po. Edhe bashkë kemi pas seanca sot atje, sot për një javë ditë rresht, radhazi. E ke qenë një përfaqësues atje, një përfaqësues ka. E vërtet është.